Shoqatat e bizneseve prezantuan sot kërkesat e tyre në dëgjesën për projekt ligjet e paketës fiskale në Komisionin e Financave dhe Ekonomisë. Kryetari i shoqatës së blegtorëve të Qumshtit, Gentian Lalaj, kërkoi që kompensimi i TVSH-s 10% të mos bëhet nëpërmjet autofaturave të lëshuara nga përpunuesi, por me faturim direkt nga fermeri. Për shoqatën e blegtorëve, autofatura e lëshuar prej përpunuesve është abuzive. Nëse shteti do ta njifte fiskalisht fermerin e vogël, që mund të njifte TVSH-ja në faturën që ai do pres për kile misër, kile elb, kile jonç apo çdo produkt që ai mund prodhoj, neve do të ishim të gatshëm të blinim të gjitha produktet që ne na rrethojnë në secili prej nesh në fermat tona. Duke krijuar një treg vendas të hapur, një konkurrencë të ndeshme dhe një zhvillim të bujqësisë mendoj në të gjitha anët, si për blegtorin, si për bujqësinë. Pra, jo vetëm barazimin e TVSH-s, po siç po flitet ky 10% që në të vërtetë as ne s'po e kuptojmë se çfarë është, të ketë mundësinë që ai që e faturon misrin, ta faturoj vetë fermeri, misrin, elbin, apo qumshtin qoftë, ti njifet në sistem TVSH-ja, dhe nëse shteti mendon që duhet të ketë një subvencion 10%, le t'ia japi direkt kundrejt faturës që fermeri lëshon. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe e ka mbështetur kryetarin e shoqatës së blegtorëve të Qumshtit, Gentian Lalaj, duke theksuar se këto kërkesa janë bërë edhe më parë, por sipas tij nuk janë marrë në konsiderat nga Ministria e Bujqësisë dhe ajo e Ekonomisë. Të gjitha propozimet që bëri këtu zotria apo që i ka bërë kohë pas kohe si grup prodhuesish blegtoral nuk kanë kosto për buxhetin e shtetit. Janë rregullime. Janë rregullime në atë që ne kemi sot pa shtuar asnjë lek kosto mbi buxhetin e shtetit. Kjo historia që ministrit thonë do ta bëjmë kështu siç themi ne, dhe ju jeni të detyruar të bëni këtë që themi ne, ka sjell në këtë gjendje. Ka sjell në këtë gjendje. Tani unë e kuptoj, do bëj një takim të dytë të tretë me ministrin e bujqësisë, ku diun, po ministri i bujqësisë aktuali ishte në Cëriki, dëgjoj para 5 muajsh, 6 muajsh. Ka 2 muaj në detyrë, po mund të reflektonte në një gjë me këtë ligjin që na erdhi përpara, po ministri i bujqësisë tha që jam i kënaqur me skemën e kompensimit të fermerëve. Ministri i Financave, që ishte edhe ministër financash në samitin e Cërikut, i ka dëgjuar këto problematika. Tani të bësh gjën më të thjeshtë, natyrisht edhe vlen më. Gjëja më e thjeshtë ajo ishte që dil nga samiti i Cërikut edhe nxirr policinë në rrugë. Po kjo nuk është gjëja që zgjidh problematikën që kanë në prodhim.